Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të shpejta me bukën që më kishte mbetur dhe u bën shumë të mira dhe në familjen time i pëlqyen shumë. Qëndroni me mua t'i përgatisim bashk. Me bukën që më kishte mbetur mund ta përgatisni edhe me bukë të bler. Do ta presim në feta kështu si po shihni në video. Pra, njërën në mes nuk do ta çojmë thikën deri në fund. Do vazhdojmë kështu derisa të mbarojmë bukën ose për aq racione sa ju dëshironi që të përgatisni. Ja, kështu do pritet buka. Më pas unë e kam lyer me djath të shkrir fetën në të dy anët dhe më pas kam shtuar djath për tost dhe proshut. Ju mbushjen mund ta bëni si të keni dëshirë, pra sipas preferencave tuaja. Unë kam zgjedhur përbërësit që në familjen time i preferojnë. Do vazhdojmë kështu dhe i lë me një anë të gjitha pjesët që kemi përgatitur dhe në një enë tjetër do përziejmë 3 vezë dhe pak krip. Do t'i përziejmë shumë mirë vezët, nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak piper të zi, jep aromë shumë të mirë, por djali im nuk e preferon dhe unë nuk e kam vendosur. Por nëse e pëlqeni piperin e zi, mund të shtoni pak. I lyejmë të gjitha pjesët që përgatitëm me masën e vezës dhe do t'i skuqim në zjarr të ngadalt duke i kthyer her pas here në të gjitha anët. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Nëse në pamje të parë duken thjesht bukë me vezë, por është e përgatitur në një mënyrë që është vërtet shumë e shijshme. Janë një ide e mirë për t'i marrë me vete në shkollë, në punë, por edhe kur ktheheni dhe nuk keni asgjë gati. Si ju duket kjo recetë? Nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment.